Deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht aktoria e njohur Adriana Matoshi ka dorëzuar deklarimin e saj të rregullt vjetor të pasurisë për vitin 2025 pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, duke ofruar një pasqyrë të plotë të ardhurave dhe pasurisë së saj personale gjatë vitit që kaluam, 2024. Sipas dokumentit të publikuar, Matoshi ka deklaruar një veturë të tipit Fiat në vlerën prej 13.000 eurosh, e cila është dhuratë nga ish bashkëshorti i saj dhe që figuron në pronësi të prindërve. Po ashtu, ajo ka në pronësi të prindërve dhe një shtëpi prej 66 metra shkatror, e ndërtuar në vitin 1990 me kursimet e babait të saj. Vlera e tregut e kësaj shtëpie është vlerësuar në 400.000 euro. Matoshi ka deklaruar edhe një kredi në NLB Bank në shumën totale prej 15.800 eurosh të marra në nëntor të vitit 2024 për rinovimin e shtëpisë me një afat shlyerje prej 24 muajsh. Deri në momentin e deklarimit, ajo ka paguar një pjesë të kredisë dhe ka një borxh të mbetur prej 13.280 eurosh. Në aspektin financiar, deputetja ka 8.809 euro të gatshme në llogari bankare të akumuluara nga paga dhe kredia. Të ardhurat e saj vjetore personale përfshin 21.336 euro nga paga si deputete në Kuvendin e Kosovës, 6.963 euro nga puna si prezantuese në festivalin Fest 62 në RTS në Tiranë. Gjatë periudhës 30 janar 2 shkurt 2024, 240 euro nga shtesa dhe kompensimet të tjera nga Ministria e Financave. Matoshi nuk ka deklaruar ndonjë pronë të regjistruar në emrin të saj, aksionen në ndonjë kompani, kriptovaluta, donacione politike apo letra me vlerë. Adriana Matoshi, përveç funksionit të saj në kuvend, që nga marsi vit 2021, vazhdon të jetë aktive edhe në botën e artit dhe kulturës, duke balancuar rolin e saj si përfaqësuese politike me aktivitetet artistike që e kanë bërë një nga figurat më të dashura për publikun në Kosovë dhe më gjërë.